Aksidenti një ditë më parë në Durrës, ku një makinë përplasi 3 fëmijë ndërsa luanin në trotuar, ku 2 prej tyre humbe jetën ndërsa tjetri mbeti i plagosur rënd, ka ngritur alarmin për sigurinë rrugore në vend. Qytetarë shkodran thonë se rregullat e qarkullimit rrugor shkelen edhe nga drejtuesit e automjeteve, por dhe nga këmbësorët. Boll pak i zbatojnë të rregulla morë bore dhët, se në vit bardha, vjet tjetri me të shtyp. Në vit bardha. Prandaj policia duhet me marrë masa, e duhet me kontrollue këto punë që rasti djehet ajo është, që me të thonë ty? Ne as si kem njohët, as si kem ditë, po jem të marum sa kes një karë. Veç inshallah familjarët e ty ne i forca Zoti, ju e Zoti ndihmë. Popullsia është shumë, makinat janë shumë, edhe shteti s'ka që me ba. Edhe të rritë kanë ba gabime gjithmonë, nuk ecin me men, flutërojnë. Na su besojmë kambe, jo hekurave. Po të sigurt kur të njëkosh regullat, duhet me esë nerviza. Ne në të rrezikum krye minutit, jo orët, po krye minutit e të rrezikum. Si i grajnë, kontrol s'ka, policia kontrolon fakirat, ata që kanë diqa ndorë s'mu një kontrollojnë, që s'u del për para iqë. Gjobisin vetëm të objektit. Ndërsa një tjetër shqetësim mbetet dhe mungesa hapësirave publike për fëmijë. Po në Shkodër ka, po duhet me marrë çdo lagje më burrë, çdo blok pallatësh duhet me pas lojnë atë vetë, mos me pas i lojnë tu aty, se ata prej hallit, ata fëmijë kanë dalë me lujtë, se s'kanë pas vend ku me lujtë. Shteti duhet me ndodorë sa atë mujnë, bashkia, me Albana i lulisht në gjanë për me lujtë. Për të s'ka tjetër, kam vështë Shatrivani. S'ka kur kënë mërë, po. Unë faktikisht jam bejko plikut, pa tje s'ka iqë. Këtu unë jo i ma pak probleme kena bëllë. Si nga kuj qojë fëmin, me do është me i qojë t'i këndut vetëm me lek. Lek nuk kena. Nga aksidenti një ditë më parë humbe jetën 2 fëmijë të moshës 10 dhe 13 vjeç, ndërsa një fëmijë tjetër i moshës 8 vjeç mbeti plagosur. Në lidhje me këtë ngjarje u arrestua drejtuesi i mjetit, një 57 vjeçar.